Pikërisht në vigjiljen e fillimit të muajit të shenjtë të Ramazanit në Prizren, sot u bë inaugurimi kur themelit për lagjen sociale, falendëruar shoqatës Jetimat e Ballkanit dhe komunës së Prizrenit. Në ceremoninë e themelit ishin kryetari i komunës Shaqir Totaj, drejtori i shoqatës Jetimat e Ballkanit, njëherët qytetar nderi i Prizrenit Halil Kasrati, drejtoria e mirëqenies dhe punës në krye me drejtorin Fatmir Memaj, ish kuvendari nismëtar i kësaj ideje Shkelzen Kasrati dhe stafet e tyre. Me këtë rast i pari i komunës Shaqir Totaj tha se pikërisht sot në këtë datë të madhe dhe të shenjtë të fillimit të Ramazanit, po e fillojmë këtë projekt për të treguar edhe solidaritetin edhe me atë shtresë të qytetarëve se muaji i shenjtë i Ramazanit është për kujtim për të bërë mirësi, pohoi kryetari Totaj. Po kjo është një projekt shumë i rëndësishëm, i cili duke ju falendëruar zemërgjërsisë dhe gjenerozitetit të shoqatës Jetimat e Ballkanit edhe zotit Halil Kasrati, po fillon sot bashkëpunim me komunën e Prizrenit. Është një projekt që përfshin diku rreth 50 shtëpi. Është shumë e rëndësishme që po tregojmë se jemi solidar, kemi mirë kuptim për ata që kanë nevoja, që kanë probleme, edhe simbolikisht po e fillojmë një ditë përpara Ramazanit për me ndërlidh me muajin e shenjtë të Ramazanit, i cili na obligon që të kemi solidaritet, të kemi mirë kuptim për ata të cilët më shumë t'i kanë nevojë, prandaj kjo edhe më tepër i jep një dimension kështu humanitar kësaj çështje. Përndryshe është një fillim i marrë i vitit kalendarik, edhe besoj që ky projekt që po fillon sot do ta jep një mesazh, edhe njëkohësisht do ta trason rrugën edhe hap rrugën edhe për bashkëpunime të tjera, për performancë të mirë të komunës, po edhe bashkëpunime të tjera me shoqatën Jetimat e Ballkanit. Edhe në këtë mënyrë përfituesi final do të jenë qytetarët e komunës Prizrenit, sepse atë që bëjmë na në fakt e ka për qëllim ngritjen e kvalitetit dhe cilësisë jetës për të gjithë komunitetet që jetojnë në territorin e komunës Prizrenit. Edhe kjo është një fillim i mirë, edhe na bën optimist që do të vazhdojmë me një kam të marrë, me një rrugë të marrë, me vazhdu me bë punë të mira. Do me falenderoj shoqatën Jetimat e Ballkanit edhe zotin Halil Kasrati për gatishmërinë e tij edhe për kontributin grandioz që po jep për çështje humanitare. Halil Kasrati me këtë rast tha se ky projekt përfshin këto 35 shtëpi dhe në fshatra që i kanë trojet e tyre do të jenë 15 shtëpi të tjera. Vlera e projektit kalon 1,5 milion euro, por dua të them se ky është projekti i dytë madhor në komunën e Prizrenit. Pastaj ai tha se kjo nisëm është pikërisht në këtë natë të madhe dhe të shenjtë, tha Kasrati. Unë desha t'ju falenderoj për prezencën e herë para 2 muajve me kryetarin Totaj kemi nënshkru këtë memorandum bashkëpunimi që po bëhet realitet sot. Janë 50 shtëpi, si që tha kryetari, shuma vlera e këtij projekti është 1,5 milion, janë 35 shtëpi që do të ndërtohen në këtë lagja dhe 15 shtëpi në për familje që posedojnë trull. Mos harrojmë, para 2 muaje kanë qenë 2 projekte që janë nënshkruar me komunën e Prizrenit, njëri vetëm është duke u ndërtuar mega projekt qendrim ditor për të moshuar bujtin për student edhe kuzhinë humanitare dhe ky tjetri tani më 50 shtëpi. Ashtu si që tha dhe kryetari, është natë e madhe, nata e muajit të shenjtë të Ramazanit, e me të vërtet neve ndjejmë veten të privilegjuar mes hyn Ramazan me këtë veprimtari, me këto shtëpi, e njëkohësisht përmes kamerave t'juja gjithë besimtarëve musliman ju uroj muajin e shenjtë të Ramazanit, se Zoti ju rujtë e shpërbleft. Drejtori i mirëqenies sociale Fatmir Memaj me këtë rast tha se dua të falenderoj këto 2 institucione për këtë ndihmë që po i bëhen për familjet nevojtare. Ai tashmë shpjegoi se këto shtëpi do të ndahen sipas kritereve ligjore dhe falenderoi edhe ishe kryesuese Antigona Bityqi e sidomos kuvendare si Shkelzen Kasrati për iniciativën dhe votimin për trojet e këtyre shtëpive. Unë së pari falenderoj vullnetin e të 2 mekanizmave, domethënë nga shoqata Jetimat e Ballkanit, zotin Kasrati, po edhe kryetarin e komunës, cilë kanë shprehur dëshirën dhe vullnetin me bashkëpunu në të mirë të kësaj kategorie sociale. Po ashtu nuk do duj lëshu pa falenderim edhe ish asambleistët, duke filluar nga ish kryesuesja e kuvendit kaluar zonja Bityqi, sepse edhe ata kanë dhënë një punë të madhe duke votuar me gjithë vullnet këtë pikë të
pronës. Prandaj urojmë që në këtë ditë të shenjtë, që pse është ditë e shenjtë për shkak të fillimit të muajit të Ramazanit, urojmë që rastet të familjes sociale të kenë sa më pak, po gjithsesi ato që kanë rastin të akomodohen këtu të takzojnë këtë. Do të ketë kritere? Po sigurisht do të ketë kritere, ato do të përcaktohen, janë kritere që përcaktohen edhe me ligje, edhe me rregullore, me udhëzime tjera. Sigurisht do të ketë kritere si për banimin social këtu në këtë lagje sociale, si për shtëpitë të cilat do të ndërtohen në për trojet private ku posedojnë. Shtëpitë ndërtuara do të ndikojnë edhe në mirëqenien sociale të atyre familjeve me nevojë dhe në vete kanë vulën e bamirësisë dhe mirëqenies së tyre.